Durrësi po i afrohet dimrit duke ruajtur një ritëm të qëndrueshëm vizitorësh, pas një vjeshte të mbushur me turistë vendas dhe të huaj. Me hyrjen e nëntorit është reduktuar prezenca e të huajve, por është rritur ndjeshëm numri i vizitorëve nga Kosova, të cilët po e mbajnë gjallë lëvizjen turistike në qytetin bregdetar. Ka më shumë shtesë nga Kosova, të cilët preferojnë Shqipërinë dhe janë klientët historikë të cilët vizitojnë Shqipërinë çdo fundjavë. Turistët e kësaj periudhe zgjedhin pushime të shkurtra 2 ose 3 ditore, ku kombinojnë qëndrimin pranë detit me vizitat në pikat historike dhe arkeologjike të qytetit. Ka pasur edhe shumë shtetas gjerman, të cilët me paketat e tyre 3-4 ditore ose turizëm kulturor kanë preferuar Durrësin për të qëndruar në periudhën e vjeshtës, pasi edhe ofertat kanë qenë më të mira. Për të ruajtur interesin edhe gjatë muajve të ftohtë, operatorët lokal kanë parë si zgjidhje ofertat sezonale. Duke filluar që nga periudha e vjeshtës, kemi dalë me disa oferta shumë mira. Prej kohësh Durrësi po konsolidon pozicionin si një destinacion që vizitohet gjatë gjithë vitit.